Nuk vonoi shumë dhe Çalhanoğlu i përgjigjet Lautaros dhe drejtuesve të Interit. Lautaro Martinez deklaroi se kush nuk dëshiron të luajë për Interin, le të largohet. Teksa presidenti i klubit Beppe Marotta tha se kishte fjalën për Hakan Çalhanoğlu. Megjithatë, i menjëhershëm ka qenë reagimi i yllit turk, i cili ka bërë një postim të gjatë në rrjetet sociale ku ka dhënë versionin e tij. Ai tha se ishte i lënduar në finalen e Ligës së Kampionëve, por kishte udhëtuar me klubin në SBA për Kupën e Botës për klube, ku kishte pësuar një tjetër lëndim në stërvitje i cili e detyroi të rikthehet në Evropë. Çalhanoğlu shtoi se edhe pse i lënduar, ai telefonoi menjëherë disa bashkëlojtar për t'ia ngritur moralin pas eliminimit, pasi kështu bën dikush që preokupohet për gjendjen e ekipit. Ai tha gjithashtu se ishte i befasuar me fjalët e Lautaros dhe presidentit Marotta, pasi sipas tij janë fjalë që përçojnë dhe nuk bashkojnë. Turku potencoi në fund se është në dashuri me klubin dhe ngjyra Zikaltër, por se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tij mbetet të shihet. Si e vlerësoni situatën në klubin e Interit? Na tregoni në hapësirën për komente.